Edhe në kuadër të festave duket që prej më shumë se 2 orësh autostrada Tiranë-Elbasan ka krijuar radhë kilometrike, ashtu sikurse do të shohim në këtë çast edhe nëpërmjet të pamjeve, janë pikërisht radhët e gjalla të krijuara në rrugë për shkak edhe të lëvizjeve që po zhvillohen nga Tirana dhe në drejtim të qyteteve të tjera. Pikërisht sa i përket kësaj autostrade, sikur se theksova, Tiranë-Elbasan. Në pamjet e siguruara nga Report TV tregojnë një numër të madh automjetesh që kanë mbetur i bllokuar në të dyja anët e qarkullimit dhe radha arrin deri në 4 kilometra. Ndërsa policia rrugore ndodhet e pozicionuar në zonën e Bradasheshit dhe po menaxhon situatën, aktualisht trafiku vijon të jetë i pandryshuar dhe padyshim tepër i ngarkuar, por një situatë e ngjashme trafiku është regjistruar gjithashtu edhe në autostradën Tiranë-Durrës dhe Anasjellta si një, po themi, problematik gjithashtu që haset edhe në këtë dimension edhe në rrugët dytësore ku qytetarët apo shoferët të ndryshëm kanë zgjedhur për të shpëtuar radhëve të gjata kilometrike, por që vijohet në një formë. Janë këto pamjet që na ofrohen nëpërmjet dy autostradave kryesore në vend, asaj të Tiranë-Elbasan që padyshim shkojnë drejt juglindjes, për në krau tjetër dhe rruga apo autostrada kryesore që vijon nga Tirana në Durrës, duke krijuar kështu radhë të gjata kilometrike, edhe në fakt është e kuptueshme në kuadër të festës Krishtlindjes, që ka padyshim shumë qytetarë ndoshta zgjedhin që të dalin nga kryeqyteti për të festuar edhe në qytetet tjera të Shqipërisë, por që padyshim mbetet si një problematik që përsëritet vit pas viti.